Një nga konfliktet më të gjata dhe më të përgjakshme në rajonin e lindjes së mesme, duket se po shkon drejt fundit. Grupi militant kurd, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, e njohur si PKK, ka vendosur të shpërbëhet, duke i dhënë fund kryengritjes së armatosur që ka zgjatur më shumë se 4 dekada kundër shtetit turk. Lajmi është publikuar nga agjencia e afërt me PKK, Firat, e cila ka raportuar për një deklaratë përmbyllëse të dalë nga Kongresi i mbajtur javën e kaluar në veri të Irakut. Në dokumentin e publikuar, PKK njofton se ky vendim është marrë si përgjigje ndaj thirrjes së bërë në shkurt nga udhëheqësi i saj historik Abdullah Öcalan, i cili ndodhet prej vitesh në burg në Turqi. Shpërbërja e PKK pritet të ketë pasoja të gjera, duke ndikuar në sigurinë dhe dinamikat politike të Turqisë, Irakut dhe Sirisë, ku forcat kurde kanë qenë aleate të ushtrisë amerikane në luftën kundër ISIS-it. Analistët vlerësojnë se ky vendim mund të rrisë stabilitetin rajonal dhe të ulë tensionet që kanë shoqëruar konfliktin për më shumë se 40 vjet. Konflikti mes PKK dhe autoriteteve turke ka lënë mbi 40.000 të vdekur dhe ka ndikuar rënd në ekonominë e vendit. PKK është shpallur organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.